Në fshatin Qinam të Bashkisë Kolonj, dy familje po jetojnë në kushte çnjerëzore, ndërsa premtimet për një jetë më të mirë kanë mbetur vetëm fjalë boshe. Vëllezërit Feti dhe Zeqir Cane, të cilët banojnë pranë njëri tjetrit, panë shtëpitë e tyre të dëmtuara rënd nga tërmeti i qershorit të vitit 2019. Autoritetet lokale i shpallën banesat e tyre të pabanueshme dhe garantuan ndërhyrje të menjëhershme për rikonstruksionin e tyre. Shpive u hapën komplet, ajo në ma ta në rasu vaja fare, erën e panë nuk e ben fare, i ku 4 vjetë të votime erë në gjende, së votime do t'i ben, të bëga jashta, nuk do t'i ben do ta. Pritë vete erë në ndori. Erë dhe vishë para matëshin, dërë dërtare, do t'i ben do ndimoj, hiq, asgje. Vishë nga shikoshin, një lafë së fajsësojnë, shikoj dhe ikshin. Kryebashkiaku i Kolonjës Erion Isaj gjatë fushatës së tij elektorale premtoi mbështetje për këto familje. Punimet nisën në nëntor të vitit të kaluar, por u ndërprem papritur me arsyetimin se fondet ishin shtruar. Si pasojë, një familje është detyruar të jetojë në një dhomë të vetme, ndërsa tjetra strohet në një kuzhinë të dëmtuar, ku tavani është në rrezik shembje. Shikojmë fondet tani erta, sa na kanë mbetur fondet tani erta. Për këto shtëpita, për këto masa shtëpive ta kemi marrta, për të tjera ata nuk kemi marrta. Atë gjesë kemi patur në shpi njerë, edhe grëmadhe ishte, grëmadhe. Do mos divani gati për të rënë, koridori. Balkoni gati për të rënë, ra kocet fare, ajo suvaja, vetë në kocet. Edhe kocet villoni po kalpshin, papshin fare. Nuk me erdë fare. Atë doja, një zomë, në dherë në madhë aty, atë nuk do erdë gjithë jetën. Su se foshin bërë. Gjendja e tyre ekonomike është dramatike, kryefamiljarët janë të sëmurë dhe të paftë për të punuar, ndërsa e vetmja ardhur e tyre është ndihma ekonomike e pamjaftueshme edhe për nevojat më bazike. Një nga nënat rrëfen se fëmia e saj 11 muajsh është sëmurë për shkak të kushtave të rënda dhe trajtimi i tij është siguruar me para të marra borxh. Ndërkohë detyrimet financiare në marketet e fshatit vazhdojnë të rriten, duke i çuar familjet në një situatë edhe më të dëshpëruar. Se jetojmë, të ardhë ishë me shënime, bën borgje, me borgje në dyqanët. Minim këtë nga qumshin, një lopë që kishim, e japim borgjet. Me që do manu 35.000 lekë. Kush në ndihmon neve, që nga ngrejnë ma shumë, të nga japin një ushimin e gjë, asgjë. Po i moran borgjën lagjime, më dha një ora 30.000 lekë, 20.000 lekë, vajtaj ma gjithë pera djallet, i me shëruk. Familjet Cane pyesin, a do të mbahen premtimet e kryebashkiakut Erion Isaj, apo do të mbeten të harruara? Përfundimi i këtyre banesave nuk është luks, por një nevojë jetike.